Paralelisht me ciklin e parë të studimeve në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit në Gostivar, filluan edhe studimet e ciklit të dytë. Në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit, cikli i dytë zhvillohet vetëm në drejtimin e teknologjisë ushqimore. Me mbarimin e programit studimor, kandidati fiton titullin Magjistër i Teknologjisë Ushqimore. Në suazat të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit që funksionon në Gostivar, krahas ciklit të parë, funksionon edhe cikli i dytë i studimeve. Aktualisht, në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit, cikli i dytë zhvillohet në drejtimin e teknologjisë ushqimore, me çka magjistrati që do të kalon 4 semestret e para me grumbullimin e 90 pikave të domosdoshme dhe mbrojtjen e punimit të master temës, fiton titullin Magjistër i Teknologjisë Ushqimore me gjithsej 120 pikë të fituara. Dekani i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit, që funksionon në suazat të Universitetit Shtetëror të Tetovës, Hazir Pollozhani, shpreh i kënaqur nga organizimi deritanishëm i ciklit të dytë studimor, duke theksuar se dhe interesimi për të vijuar studimet pas-universitare është i kënaqshëm. Sipas procesit të Bolonjës, universitetet, respektive fakultetet, janë të obliguara të organizojnë edhe ciklin e dytë, pra të quajtur master 3+2, neve që disa vite me radhë, më thënë, në këtë fakultet funksionon edhe cikli i dytë i studimeve pra master. Në këtë kontekst, vetëm në drejtimin e teknologjisë ushqimore. Interesimi i kënaqshëm është, më thënë, gjithmonë kemi pas mbi 10 studentë, megjithëse është një prag, një limit është numri 10 i domosdoshëm, po ne gjithmonë kemi të kaluar këtë limit ose këtë prag. Me fillim të vitit të ri akademik, 2014-2015, në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit në Gostivar, studimet i filluan edhe të rinjët që kanë vendosur studimet të ndjekin në këtë fakultet. Prej numrit të parapar janë plotësuar të gjitha vendet e parapare me kuotë shtetërore në të dyja drejtimet. Në drejtimin e teknologjisë ushqimore dhe të ushqyerit janë regjistruar 31 student, ndërsa në drejtimin e menaxhimit me cilësinë dhe sigurinë ushqimore janë regjistruar 21 student. Këtë vit ka një laramani të studentëve që vijnë nga vendbanimet e tjera për edhe Gostivarit. Ka student nga Kërçova, Struga, Shkupi, Edibra dhe Kosova. Mirëpo, në mesin e studentëve të ri ka edhe studentë Maqedonas që kanë zgjedhur studimet të ndjekin në gjuhën shqipe.